Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe të nderuara motra. Jemi në muajin e begat të Ramazanit, në të cilin muaj është pjesë e adhurimeve, muaj i mundësisë, i afërsisë me Allahun subhanahu wa taala. Në këtë muaj është një specifik e cila është lutja. Lutja në Ramazan. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam e ka thënë që 3 lutje Allahu subhanahu wa taala apo 3 personave Zoti nuk ja u refuzon lutjen e tyre. E para tha, Allahu nuk e refuzon lutjen e udhëtarit. Lutjen e udhëtarit. E dyta tha, Allahu subhanahu wa taala nuk e refuzon lutjen e agjëruesit kur gjendet në sofrën e iftarit. Sidomos në prag të iftarit, mundohu të angazhohesh, të përkushtohesh në adhurimin tënd ndaj Allahut subhanahu wa taala. Allahu na bëft të sinqert, ja rabbel alamin, të bëjmë lutje vazhdimisht, mos ta harrojmë Allahun subhanahu wa taala. Dhe e treta tha që Allahu e bën të pranueshme lutjen e atij të cilit i bëhet padrejtësi dhe nuk ka perde, andaj ki kujdes ku i bën padrejtësi. Këto janë 3 vendet ku Allahu subhanahu wa taala i përgjigjet lutjeve të lutësit. E në Ramazan Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'anin famullar: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an." Nëse të pyesin ti robërit e mi ku jam unë kur më luti mua, thot Allahu thuju atyre që janë afër, i përgjigjem lutjes së lutesit kur ai ban. Ka në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kur lutësi bën lutje, që Allah i përgjigjet më një herë. Allah i përgjigjet më një herë. Ka në hadithe që Allahu i përgjigjet në 3 forma. E para me njëherë, e dyta Allahu ja zaventson diçka me të tjetër, dhe e treta ja le për ma vohën. Andaj dhe nga kushet e lutjes është që ta bësh lutjen tani me bindje në Allahun subhanahu wa taala. Tha pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam: "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba." Luteni Allahun duke qenë të bindur që Allahu do t'ju përgjigjet lutjes së juaj. Andaj në iftar mos e haro besimtarët, nevojtarët, të sëmurit, të burgosurit nga lutjet e juaja. Lut Zotin e Madh që Allah ku ka besimtar, nevojtar, të burgosur, të pafajshëm dhe të sëmur, Allah t'i shëroje, t'i liroje, t'i pasuroje dhe me të mira Allah t'na gazoje dhe Allah t'na bëjë të mundur që adhurimet të tona Allah t'na i pranoje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.